Faleminderit, ju faleminderit nga zemra, më lejoni që t'ju ftoj për një duartrokitje t'jashtëzakonshme, siç dini ju Dega 4, siç ju njohuni gjithmonë, siç dini të angazhoheni e të veproni për LDK-n tonë, një duartrokitje të madhe për për numrin 1 të listës Lidhjes Demokratike të Kosovës, për Vjosa Osmanin Sadrion, presidentin e ardhshme. Ju falenderit nga zemra, po vim prej takime të vazhdueshme gjithandej Kosovës, nga mëngjesi deri në mbrëmje, këtë frymë po e gjejmë gjithandej. Sapo kthyem prej një tubimi madhështor, një tërmeti politik në slogën e Ibrahim Rogovës. Ishte zjarrt, por mangu sipas e lën asgjë, as në Dardanin, lagjet ikonike të Prishtinës, të kryeqytetit, në lagjen kur është ndërtua fryma politike e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me këtë edhe fryma politike e Republikës Kosovës. LDK-ja është prijetare e zhvillimeve të mëdha, LDK-ja është prijetare e ndryshimeve të mëdha, LDK-ja është prijetare e bashkimeve të mëdha. Sot jemi para jush të bashkuar, të fortë, si asnjëherë më parë. Ne jemi Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe më lejoni t'ju flas për një gjë shumë të rëndësishme se sa ky rrugtim që po e marrim, për të ardhmen e vendit tonë, për të ardhmen e kryeqytetit, për të ardhmen e qytetarëve tonë, njerëzve që kanë dhënë kaq shumë të jetojnë mbar, mirë, me dinjitet, për 5 vitet e shkuara, sidomos Prishtina, sidomos kryeqyteti, ka qenë lënë anash, ka qenë i penguar, ka qenë i sabotuar gjithaj, pa mbështetur nga një qeverisje qendrore. Ne kemi program, kemi mbështetje politike për Prishtinën, plot 1.5 miliardë euro investime për kryeqytetin, që janë projekte madhore për njerëzit tonë në vendin më të mirë, në qytetin më të bukur në botë. Dhe besoj që është koha, pas shumë vitesh, që përfundimisht qeverisja qendrore dhe qeverisja lokale t'jenë të udhëhequra nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe tregojmë edhe një herë mbar e mirë se çfarë jemi në gjendje të bëjmë për Prishtinën tonë, për Kosovën tonë. E çfarë jemi në gjendje të bëjmë për Prishtinën tonë e Kosovën tonë, e keni në programin 113 pikësh dhe me ekipin prej 110 kandidatëve më të mirë që ka Kosova ndonjëherë, një duartrokitje të madhe për 110 kandidatët. Edhe natyrisht një duartrokitje të madhe për Besjanin, kryetarin e Degës. Ju i cili ke modest nuk lypi vot për vete, lypim na për to Besjan. Dhe jo vetëm Besjani, do t'i prezantojmë dhe kandidatët e Degës 4, sepse kjo Degë vërtet ka kandidat shkëlqyshëm, aq të mirë ka kandidat sa vetëm me Degën e 4 mund qeverisin krejt Republikën e Kosovës. Por sot në Prishtinë jemi para së gjithash përshtruar pra vizionin e ardhshëm, jo vetëm të kryeqytetit, por edhe të Kosovës, po përparim unazën e ardhshme, unazën e kryeqytetit që në javën e parë do ta zhbllokojmë, do ta nënshkruajmë mbështetjen financiare për kryeqytet. Prishtinës do t'i vjen unaza jashtme e kryeqytetit, siç do t'i vijë dhe mbështetja financiare për mësimin tërditor sesi në shkollë Prishtinës. Fëmijët e Prishtinës do t'jenë fëmijët e parë që do të kenë mësim tërditor në gjithë territorin e Prishtinës. Pra 250 milion euro vetëm për mësim tërditor në kryeqytet. E me qenë se po i shoh këtu dhe mbështetësit e sportit, le ta bëjmë qendrën e madhe sportive në Bërnic, stadiumi kthehet në Prishtinë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Stadiumi kthehet në Prishtinë, stadium me 30.000 ulse në Prishtinë së bashku me parkun teknologjik. Dhe jo vetëm kaq, spitali kryeqytetit, spitali Prishtinës, 1.5 miliardë euro vetëm për kryeqytetin. Këto janë zotimet tona, ky është programi ynë politik, por mbi gjitha, Prishtinës, Kosovës, duhet t'i japim dinitet në përfaqësim. Dhe ky dinitet bëhet me njerëz të përgatitur, të shkolluar, të edukuar, me njerëz me provojë, njerëz që na bëjnë krenar të paraqitemi gjithandej në botë. Në këto 5 vitet e fundit, Presidentja e Republikës Kosovës Vjosa Osmani Sadriu e ka bërë këtë punë me mrekulli të madhe. Dhe më lejoni që në duartrokitit e juaja dhe me ftesën e madhe që t'i japim mbështetje numrit 1 të listës sonë në zgjedhjet e 7 qershorit, taftojmë Vjosën për një fjalë rasti Degën e 4, në ndër degat më të mira në Kosovë.